Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme me një histori shumë të tmerrshme. Do të ndalojmë tek mashtrimet që doktorët bëjnë për të realizuar ëndrat e tyre. Do të flasim për një rrëfim që në fakt mua më ka tronditur rrënjësisht. Një grua e cila ka ndjekur kurime të gjasme kishte një sëmundje. Ajo rezulton që të ketë qenë peng i një doktorit i cili e ka mbajtur për interesat e veta. Nuk e kam të lehtë ta nis këtë rrëfim, thot. Edhe tani që po e shkruaj, duart më dridhen dhe syt më lotojnë sepse ky nuk është thjesht një tregim. Është plagë, një plagë që e ka mbajtur fshehur 4 vite dhe një tjetër që vijoi ta mbaj të fshehtë edhe sot. E vërteta është e shëmtuar, por heshtja ime ka qenë edhe më e shëmtuar. Historia filloi si çdo histori e një gruaje që kërkonte shërim, por përfundoi si mangth i jetës time. Kisha disa muaj që ndihesha e lodhur, me dhimbje të vazhdueshme barku e me dhimbje të vazhdueshme gjoksi. Shkova nga një mjek te tjetri, nga një klinik te tjetra, por asnjëri nuk gjente asnjë gjë serioze. Lodhja po më konsumonte, frika po më brehte nga brënda. Dikush në lagje më tha, shko te X doktori, ai është i mirë e ai nuk të zgënjen. Fjala më i miri më dha shpresën. Shpresa më çoi tek dera e tij. Kur hyra në klinikën e tij për herë të parë, ai më priti me një buzëqeshje të gjerë. Si të ishim të njohur, të vjetër. Më pyeti për dhimbjet, më dëgjoi zemrën, më pa analizat dhe pastaj më kthye. Do ta gjejmë problemin, më tha, por duhet kohë. Trupi yt ka nevojë për një kujdes të veçantë. I besova, më dukej se më fliste si njeri e jo si mjek. Dhe ndoshta ajo ishte gabimi im i parë. Vizitat u bën të zakonshme, çdo javë një vizitë e re. Çdo javë më jepte barna të reja, çdo javë më thoshte se ishte afër zbulimit të problemit. Por sëmundja ime nuk përmisohej kur. Ai më përsëriste, mos u shqetëso, jam duke punuar fort me ty, më thonte. Buri im pyeste pse mjeku kërkonte aq shumë vizita. Unë i thosha se gjendja ime ishte komplikuar, se duhej ndjekur rregullisht. Nuk doja që ta shqetësoja. Nuk doja të dukej sikur po e teproja me shqetësimet e mia. Në atë kohë besoja se po bëja gjën më të duhur. Tani e kuptoj se isha duke rënë thellë në një grotë të pafundme. Një ditë gjatë një vizite, ai e zgjati kontrollin më shumë se zakonisht. Dora e tij qëndroi mbi trupin tim më gjatë se sa duhej. Instiktivisht unë u shtanga. Ai më shikoi në sy dhe më tha, mos u shqetëso, është pjesë e ekzaminimit. Sfola, nuk reagova, sepse ai ishte doktor. Ai duhej të dinte më mirë se unë, dhe unë pa vetëdije e binda veten se ndoshta po imagjinoja. Por ajo ndjesi e ftohtë, e sëmur, e turpshme, më ka ndjekur natën për 4 vite rresht. Ai filloi të më pyeste gjithnjë e më shpesh për jetën personale, për marrëdhënien me burin, për humorin tim. Në fillim e mora si sjellje njerëzore, si mjek që kujdeset për pacientin. Pastaj filloi të më thoshte, ndjenjat ndikojnë te shëndeti yt, duhet të jesh më e hapur me mua. Më kërkonte mesazhe në mbrëmje, më pyeste si isha. Në fillim më dukej si kujdes, por pastaj filloi të bëhej i frikshëm. Një natë më tha, kam vërejtur që trupi yt reagon ndryshe kur je në stres. Kam nevojë të të njoh më thellë. E lash pa përgjigje, ndjeva një të ftohtë në shtyllën kurrizore, por prap të nesërme shkova në vizitë sepse kisha frikë të mos isha vërtet e smur. Ai më kishte bërë të besoja se vetëm ai mund të më shëronte. Isha bërë e varur nga gënjeshtrat e tij. Një ditë u rrëzova në punë nga lodhja. Shkuam në urgjencë, mjeku atje më pyeti cilat barna po përdorja dhe kur i tregova listën, ai ngriti vetullat. Kush t'i dha këto, më tha. Këto nuk kanë asnjë lidhje me dhimbjet që ti ke. Më rekomandoi një mjek tjetër, i thash, për kontrollën e plot. E pranova,
pa shumë bindje sepse ende besoja në doktorin tim. Kur mjeku i ri më pa analizat më tha qetë, ti je plotësisht e shëndosh. Ktu s'ka asnjë gjë serioze, as nuk ka pasur kurrë. Unë pyeva, sytë mu ersuar e gjunjët mu drodhën. Po doktori im pyeta me zë të dridhur, ai u kthye dhe më tha qartë, nëse ke marrë trajtim për 4 vite për diçka që nuk ekziston, më vjen keq që po ta them, por je mashtruar. Dhe ai moment ishte çasti kur bota mua më shëmb. Të nesërmen shkova te doktori im jo më si paciente, por si një grua që kërkon përgjigjen. Ai më pa qetë si të mos kishte ndodhur asnjë gjë. Më tha se mjekët e tjerë nuk e kuptonin në rastin tim. Pastaj, me një zë të ulët më tha, ti ke nevojë edhe për një lloj tjetër terapie emocionale. Mua më duhet të jem afër teje, shumë afër. Ai u afrua shumë afër meje. U ngrita më një herë, u largova pa kthyer kokën, as nuk e mora çantën e analizave, nuk doja ta shikoj kurrë më. Atë natë qava deri në mëngjes. Buri më pa duke qarë dhe më pyeti 10 herë se çfarë kisha. Unë i thash se më kishin gabuar disa analiza. Si çdo herë gënjeva. Sepse, si ti thosha burit tim, për 4 vite u mashtrova, dikush përdori frikën time për të më kontrolluar, unë nuk pash asnjë shenjë ose i pash dhe i shtypa, një doktor kërkonte të më prekte, të më manipulonte emocionalisht, të më kishte vënë nën vartësinë e tij. Si ti thosha pa më parë dhimbjen me sytë e ty. Kështu e mbajta brenda vetes edhe sot, çdo natë, çdo ditë. U ndala së shkuari në doktor. Për një kohë shumë të gjatë, nuk besoja dot. E humba besimin tek mjekësia, tek njerëzit, tek vetja. Mund të jem duke buzëqeshur jashtë, por brenda jam ende ajo gruaja që dridhet në një dhomë vizite, që ruan çdo detaj, që rikujton çdo fjalë, që pyet veten si nuk e pash më parë. Në shtëpi buri im mendon se gjithçka është mirë. Ai se di që unë fle natën me trishtim. Ai se di që ka net kur zgjohem me djerës të ftohtë. Se di që secila vizitë, çdo kontroll mjekësor më shkakton ankth. Ai se di sepse unë s'kam guxim t'ia them. Ka ditë kur e urej veten, kur më duket se kam qenë e dobët, kam qenë naive, por pastaj e kujtoj unë isha paciente, kisha nevojë për ndihmën. Ai ishte mjeku, ai ishte profesionisti. Ai ishte njeriu që duhej të më shëronte e jo të më kontrollonte. Ai e përdori autoritetin, besimin, frikën dhe shëndetin tim. Unë isha viktime e tij, edhe pse më vret që këtë gjë ta pranoj. Këto në fakt janë realitete shumë të dhimbshme dhe mua më vjen keq për ngjarje të këtilla.